Përgjegjësia e prindërve. Në sytë e Islamit, pozita e babës dhe e nënës është shumë e lartësuar. Allahu, i dërguari dhe imamët i kanë këshilluar njerëzit në lidhje me këtë. Ekzistojnë ajete të shumta në Kuranin famlart që kanë të bëjnë me këtë temë. Mënyra e sjelljes shembullore të fëmijëve ndaj prindërve të tyre është vlerësuar si njëra ndër adhurimet më të mira. Allahu thotë: Zoti yt të ka urdhëruar që ti të adurosh vetëm atë dhe të sillesh në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Surja 17 ajeti 23. Imam Xhafer Sadiku bën vërejtje. 3 vepra janë më të mira: falja e 5 namazeve të obliguara në kohën e duhur, sjellja e mirë ndaj prindërve dhe lufta në rrugën e Allahut. Tani shtrohet pyetja, pse Allahu ua ka dhënë prindërve besimtar këtë pozitë aq të lartë dhe a është dhënë kjo pozitë pa ndonjë arsye të posaçme? Çfarë vepër të madhe kryejnë prindërit për fëmijët e tyre që të meritojnë atë pozitë aq të lartësuar? Babai, si rezultat i kënaqjes së dëshirës trupore, e bart spermën e tij në mitrën e nënës, ku bashkohet me vezoren e nënës dhe një qenie e re fillon të zhvillohet, që mbas 9 muajve arrin në këtë botë si një foshnjë dobët. Nëna e ushqen me gji dhe i jep ushqim tjetër të nevojshëm. Kohë pas kohe e pastron dhe jandron pelenat. Ajo kujdeset për lagështinë dhe thatësinë e saj. Gjatë kësaj kohe, babai kujdeset për shpenzimet që janë të nevojshme për rritjen e fëmijës. A nuk kanë prindërit ndonjë përgjegjësi tjetër përveç kësaj? A është ajo që për shkak të këtyre përgjegjësive prindërve u është dhuruar kjo pozitë aq e lartë? A kanë vetëm prindërit të drejtë ndaj pasardhësve të tyre dhe a thua edhe fëmijët nuk kanë të drejta për ta? Sipas mendimit tim, askush nuk do të pranojë ndonjë privilegj të tillë të njëanshëm. Traditat e familjes së dërguarit na bëjnë me dije për këtë. I dërguari i Islamit ka thënë: sikur që babai yt ka të drejtë për ty, ashtu edhe fëmijët tuaj kanë të drejta të ngjashme për ty. I dërguari gjithashtu ka thënë, sikur që fëmijët përjashtohen nga trashëgimia për shkak të mosdëgjimit të tyre, ashtu edhe është e mundur që prindërit të mohohen nga ana e fëmijëve për shkak të mospërmbushjes së të drejtave që u takojnë. Dhe i dërguari ka thënë, Allahu i mallkon ata prindër që bëhen shkak i përjashtimit të fëmijëve të tyre nga trashëgimia. Imam Sejadi ka thënë, fëmijët tuaj kanë të drejtë ndaj teje për faktin që ti i konsideron ata se a janë të mirë apo të këqij. Ti ke qenë shkaktar i lindjes së tyre dhe bota i njeh ata si pasardhësit e tu. Është përgjegjësia jote që ti t'u mësosh atyre sjelljen e mirë dhe t'i udhëzosh drejt njohjes dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Sjellja jote ndaj fëmijëve tuaj duhet të jetë sikur i një personi që beson se veprat e mira do të pranojnë shpërblimin e përshtatshëm, ndërsa trajtimi i keq do të pasohet me ndëshkim. Aliu, urdhëruesi i besimtarëve, thotë: kini kujdes, sjellja juaj mund të pasqyrohet në familjen tënde dhe të afërmit tuaj, siç pasqyrohet sjellja e njerëzve që e meritojnë dëshkimin. I dërguari ka thënë, kushdo që dëshiron që të sigurohet se fëmijët e tij nuk do të përjashtohen prej trashëgimisë, duhet të ndihmojë atyre përmes kryerjes së veprave të mira. I dërguari gjithashtu ka thënë, çdo njeri që i lind një vajzë duhet t'i mësoj normat e sjelljes së mirë dhe të bëj përpjekje për edukimin e saj. Përpiquni që ajo të bëhet shkak i shpëtimit tuaj prej zjarrit të xhehenemit. Mbi të gjitha, në Kuranin Fisnik, Allahu thotë: o besimtar, shpëtoni veten dhe familjet tuaja prej një zjarri, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Surja 66, ajeti 6. Koha kur fëmia është në procesin e adaptimit të mënyrës së jetës, që mund ta bëjë atë të virtytshme apo të ligë, është koha më e mirë kur mund të ndikohet tek ai që ai të ndryshohet në një qenie të përkryer njerëzore apo një shtazë degraduar dhe egër. Virtytshmëria apo ligësia e një personi do të varet nga formësimi që do të pranojë dhe kjo përgjegjësi mbi supet e prindërve. Në fakt, prindërit janë instrumente që e japin formën qenies njerëzore. Fëmijët të jenë të mirë apo të këqij. Shërbimi më i madh që prindërit mund t'u japin fëmijëve të tyre është se ata i përgatisin fëmijët që të përfitojnë sjelljet e mira, të jenë të dashur, të shoqërueshëm me të tjerët, të kuptueshëm, liridashës, guximtar, të drejtë e të urtë, fisnik, të besueshëm, të përgjegjshëm, punëtor dhe të edukuar. Prindërit duhet i formojnë fëmijët e tyre në atë mënyrë që ata të jenë të suksesshëm në këtë dhe në botën tjetër.
Vetëm njerëzit e tillë janë të dhuruar me një pozitë të lartësuar të prindërve dhe jo ata që me plotësimin e dëshirave të tyre trupore e kanë shkaktuar lindjen e fëmijës dhe pastaj e kanë lënë fëmijën në mbrojtje të vetvetes, duke u bërë shkaktar të mundshëm të shkuarjes së fëmijës në rrugën e gabuar. I dërguari i Islamit, profeti Muhammed ka thënë, gjëja më e mirë që babai mund të sigurojë për fëmijën e tij është sjellja e mirë dhe formimi moral i tij. Nëna ka një funksion më të rëndësishëm për të kryer në lidhje me rritjen e fëmijëve, madje edhe gjatë shtatzanisë. Mënyra e ushqimit të nënës dhe sjellja e saj ndikojnë në zhvillimin e virtyteve të fëmijës në të ardhmen. I dërguari i Islamit ka thënë, fatlum është ai që baza e virtyteve të tij është formuar në mitrën e nënës dhe i pafat është ai, ligësia e të cilit i ka bazat në mitrën e nënës. Xheneti është nën këmbët e nënës. Prindërit që nuk i kushtojnë vëmendjen edukimit dhe formimit të fëmijëve të tyre do të bëhen fajtor për shkak të kësaj pakujdesie. Prindërit e tillë duhet të pyeten se a thua ata kanë bërë marrëveshje me fëmijët e pafajshëm vetëm që t'i lindin dhe pastaj t'i braktisin, sikur dhëntë dhe baktit? Tani që ti e bërë shkak i ekzistencës së tij, duke u mbështetur në parimet e religionit dhe të urtësisë njerëzore, edukimi dhe formimi i tij është përgjegjësia jote obliguese. Prindërit kanë përgjegjësi edhe ndaj shoqërisë. Fëmijët e sotshëm do të jenë burra e gra qytetarë të së nesërmës. Fabrika e shoqërisë do të formohet prej këtyre individëve. Çfarëdo mësimi që e mësojnë sot, të nesërmen do ta zbatojnë në praktik. Nëse formimi i tyre sot është i përkryer, shoqëria e së nesërmes do të jetë e patëmet. Dhe nëse gjenerata e sotme e pason programin e gabuar të formimit, është e paevitueshme që shoqëria e nesërme do të bëhet fatkeqe dhe e prishur. Personalitetet e fushës së politikës, edukimit dhe të shoqërisë do të shfaqen prej këtyre elementeve. Fëmijët e sotit janë prindërit e së nesërmes. Fëmijët e sotit mund të bëhen reformuesit e së nesërmes. Nëse kanë pranuar trajnimin e mirë nga duart e prindërve të tyre si rezultati i kësaj, ata mund të vazhdojnë këtë praktikë me fëmijët e tyre. Nëse prindërit punojnë me vullnet, ata mund të bëhen instrumente të reformave të shoqërisë në të ardhmen, ndërsa nëse neglizhohen, ata mund të shkaktojnë shkatrimin e shoqërisë, duke u dhënë fëmijëve të tyre trajnimin e duhur, prindërit mund të japin kontribut të madh shoqërisë së tyre. Edukimi dhe formimi nuk duhet të trajnohen si çështje të parëndësishme. Përpjekjet që prindërit i bëjnë për t'i edukuar fëmijët e tyre dhe vuajtjet që i pasojnë në këtë drejtim rezulton me krijimin e mira profesorëve, doktorëve dhe inxhinierëve. Janë prindërit ata që orvaten të ndërtojnë qenien e përkryer njerëzore, mentorët e aftë dhe besimtarë si dhe profesionistët e tjerë. Posaçërisht nënat bartin më shumë përgjegjësi për rritjen e fëmijëve. Shumicën e kohës së fëmijërisë, fëmijët i kalojnë me nënat e tyre. Bazat e drejtimit të ardhmërisë së fëmijëve si dhe kufijtë e tyre shtrihen në këtë fondacion. Paraqelsi veseve apo i virtyteve të një personi dhe lartësimi apo rënja e një shoqërie varet prej nënave të shoqërisë. Vendi i nënës nuk është dyshemeja e dyqanit dhe pozita administrore apo administrative. Këto funksione nuk e përcaktojnë sa duhet rëndësinë e gruas si një nën. Nënat i rrisin qeniet e përkryera njerëzore, ministrat e drejtë, juristët dhe profesorët. Këto pozita ja kanë borxh kujdesit të përzemër që e kanë pranuar prej nënave të tyre gjatë viteve kur janë bërë hapat e parë të formimit të personalitetit të tyre. Prindërit që i rrisin fëmijët e sinqertë dhe besimtar, jo vetëm që bëhen të dobishëm për fëmijët e tyre dhe për shoqërinë, por gjithashtu formojnë një vend të ngrohtë për vetveten në shoqëri. Këta fëmijë do të ndihmojnë prindërve të tyre në pleqërinë e tyre të thyer. Nëse prindërit nuk bëjnë përpjekje drejt edukimit dhe rritjes së fëmijëve të tyre, ata do t'i mbledhin frytet e mundimeve të tyre edhe gjatë kohës së jetës së tyre në këtë botë. Aliu, urdhëruesi besimtarëve thot, pasardhësi i ligë është ndër vuajtjet më të mëdha për prindërit. Pasardhësi i ligë shkakton humbjen e respektit për prindërit, ndërsa trashëgimtarët janë të turpëruar. I dërguari i Islamit ka thënë: Allahu le t'i bekoj prindërit që i trajnojnë fëmijët e tyre që të sillen me drejtësi ndaj tyre. Prandaj, ata që arrin të bëhen prindër bartin një përgjegjësi të madhe mbi supet e tyre. Kjo përgjegjësi është ndaj Allahut të Gjithfuqishëm, ndaj qenieve të tjera njerëzore dhe ndaj fëmijëve të tyre. Nëse e kryen përgjegjësinë në mënyrën e duhur, ata do të shpërblehen në këtë botë dhe në botën tjetër. Por nëse dështojnë në përmbushjen e kësaj përgjegjësie, atëherë vetë ata do të bëhen humbës dhe do të jenë baras me ata që i kanë mashtruar fëmijët e tyre dhe shoqërinë.
dhe do të bëhen ndër ata që e kanë kryer mëkatin e pafalshëm.